e kem përgatitur program detajuar kështu nga fusha nga disa ekspert fushës. Tash, unë vin nga mërgimi atje, 37 vite kam qenë mërgim në Zvicër. Unë mendoj që si pike parë do të sjell i kulturë sociale nga atje, i kulturë menaxheriale pak nga atje, nuk mund të zbatojmë gjithën në Kosovë këtu, po dhe i kulturë intelektuale, nga ato që kem marrë nga mërgimi atje, po provojmë kësaj herë mi sjell këtu në Kosovë. Edhe po provojmë mi definua dhe me provu mi edhe në rrugëzgjidhje. Ne kem një program detajum, e them, më intereson shumë atje infrastruktura, sidomos Zvicra i ka këto projekte shumë të mira atje, sidomos ne kemi rastin kalajën e Novobërdës. Që të bëjmë me kalajën e Novobërdës, si të bëjmë kalajën e Novobërdës atraktive për vizitore edhe nga vendi jonë, edhe nga Kosova jonë, po edhe nga jashtë. E bëjmë nëse ne dim me bën projektin e mirë, dim me definu projektin, dhe dim me i dhonë rrugëzgjidhje atij projektit edhe me kërku donacione. Nuk bëhet kalaja vetëm me komunën e Artanës të Novobërdës, por kalaja do të bëhet me projekti për kalane në Novobërdës, për turizmin atje, do të bëhet me investime edhe të qeverisë, edhe të institucioneve qendrore, por do të kërkojmë edhe donacione nga jashtë. Unë besoj që këte mund të bëjmë. Këte mund të bëj, sepse kam lidhjet ngushta me miq, me parti politike atje, me deputet ndurdurshëm, e kam këtë përvojë. Një, e dyta, e njoh gjuhën e tyne, kam mundësi. I kam këto mundësi, edhe treta e kam edhe familjen time që kam vajzat e mia atje që do të më ndihmojnë shumë për kontakte që do t'i krijoj me miq të ndaj, se kemi pas kontakte ndurdurshme për 37 vjet atje. Në Zvicër, në vendet e Bashkimit Evropian, Gjermania, Austria, kështu me radhë. Te infrastruktura, unë menoj të gjithë ne që jemi jashtë kur vim këtu, ne na pengon një punë shumë, na pengon shumë, kur gjanat nuk bëhen mirë, projekti nuk bëhet i mirë. Organi mbikëqyrës nuk është nivelin e kërkuar. Problemet e nepotizmit, problemet e mitos, ka për plot raste për shembull në rrugët edhe të Kosovës, po më intereson rrugët e Artanës, kur në punë kryesi nuk i bën punë si duhet, nuk i bën me kohë, nuk ndëshkohet, nuk ka organ mbikëqyrës. Me ne aty do t'i krijojmë që e gjithë që infrastrukturë, ta krijojmë organin mbikëqyrës, edhe mos të kërkojmë 10%, 5%, 1% aty nga ato, se atëherë nuk ke çka lyp me kërkua, me shku me kërku organ mbikëqyrës aty. Po, e gjithë problematika, për shembull, e kemi në komunën në këtë fshatin Llabjan. Unë e shoh shkele shkose si bon, kanë filluar deponime atje, nuk janë prej komunës, por mënyra se si punohet, kultura e punës, sjellja atyne në komunikacion, vërtet është shumë larg për dëshiru. Sot e kam vizitu një lagjet aty fshatit Llabjan aty, ku këndërmojnë ujrat e zeza, ku nuk ka kanalizim, është ajo lagje atje e Sallkovidve, kështu o thonë, edhe janë dorë nga Verbica aty. Merne me mend, 4 copa lop kanë ngordh këtë vit për shkak se kanë qenë temperaturat e larta, edhe lopt kanë pi ujnë posetat e kanalizimeve ujrave të zeza, që nuk ka kanalizim. Vërtet është të tmerrshme.